aktivitet, deputetin e ardhshëm të qarkut të Durrësit, kryetarin e PDU-s Durrës, Krenar Lasko. Përshëndetje Durrësi. Para 70 vjetësh, nga gjenocidi i Egër Çam, u shpërngulën familjet e etërve tanë, të cilët morën rrugën dhe u vendosën në disa vende. Disa prej tyre erdhën dhe vendosën pikërisht në Durrës. Unë, një pinjoll i tyre, në emër të partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sot më jepet rasti dhe në emër të gjithë patriotëve Çam t'u jem mirënjohës dhe t'u jap një falënderim të veçantë fëmijëve dhe nipërve të dursakëve që hapën dyert dhe zemrat për etrit tanë. Faleminderit Durrësi. Në shoqërinë aktuale dhe në ditët e sotme, fatkeqësisht dhe fatmirësisht kemi njerëz të vegjël, por kemi dhe njerëz të mëdhenj. Njerëzit e vegjël rrinë në tymnajat e kafeneve dhe merren me fjalë. Njerëzit e mëdhenj bëjnë vepra, bëjnë parti, bëjnë kauza dhe arrin të qenë përpara kauzat e të gjithë, jo vetëm komunitetit Çam, por edhe të gjithë shqiptarëve. Sot në këtë sallë ne kemi njerëz të mëdhenj që janë shumë, por unë nuk mund t'i përmend të gjithë. Do të doja të veçantoja kryetarin e partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zotin Shpëtim Idrizi. Deputetin e qarkut Elbasanit, zotin Nika Elbasanit. E dua në korë të gjithë. Aqif Rakipi. Ne, qarku i Durrësit, kemi vendosur të mbështesim dhe të ecim për krah njerëzve të mëdhenj dhe jo për krah thashetemreve të kafeneve. Edhe njerë, ju faleminderit të gjithëve. I nderuar kryetar i partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Shpëtim Idrizi. Të nderuar drejtues e përfaqësues të partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, të nderuar bashkëqytetarë. Ndjej kënaqësinë t'ju uroj sot mirëseardhjen në këtë takim madhështor në çelin e fushatës elektorale në qarkun e Durrësit. Për mua është nder dhe privilegj që më dhat besimin për të kryesuar listën e kandidatëve në Bashkinë e Durrësit. Shiakut, faleminderit Shiaku. Krujës, edhe Fushkrujës, faleminderit Kruja. Tashmë
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet është konsoliduar si një forcë politike me vizion të qartë. Ne ndjehemi mirë që i përkasim kësaj partie, një parti e cila nuk është pjesë e skemës së ndarjes klasike në të majt e në të djathtë. Ne jemi e vetmja forcë politike në Shqipëri që bashkojmë të gjithë shqiptarët, patriotët, vëllezërit dhe motrat. Ne jemi forca që përfaqëson të gjithë ata që ashtu si ne kanë veç një atë. Në distanca e pak viteve që kanë kaluar nga përfshira e Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet në hapësirën e politikës shqiptare, frutet e punës së saj janë bërë konkrete dhe të prekshme. Të gjithë ne jemi dëshmitar që çështja Çame, nga një çështje mbytur dhe pa zë, mori një dimension ndërkombëtar, duke bërë pjesë e agjendave të organizmave më të mëdha të kontinentit. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet qëndron e patundur në leancë të shenjtë me shqiptarët, larg përçarjes, larg konfliktualitetit, larg gjuhës së urrëties. Kapaciteti e vullneti ynë, prognoza jonë është shumë herë më e madhe se interesat vetjake, sepse shumë herë më e madhe është kauza jonë. Ne ndjehemi një parti e privilegjuar, sepse kemi asetet më të pasura, më të shenjta. Kemi dashurinë për atë dheun, për vetëlindjen, kemi kauzën për dinjitetin e për të ardhmen e pashmangshme të qëllimit tonë, atë të bashkimit shpirtëror kombëtar të gjithë shqiptarëve, kudo ku ndodhen. Sepse ne nuk jemi më ajo partia e vogël me pak njerëz që mblidheshin për të plotësuar amanetin e trashëguar nga të parët. Ne sot jemi një parti me përfaqësi në çdo qendër votimi, me seksione, grup seksione dhe në ndeg të ngritura në të gjithë qarkun e Durrësit. Ne jemi një parti e madhe ku shqiptar të çdo krajine, besimi dhe ideologjie në janë bashkuar dhe vazhdojnë të në bashkohen. Ne jemi të ndërgjegjshëm se problemet e shqiptarëve janë më të mëdha se politikat grindavece të bipolarizuara prej më se një qerek shekulli. Ne e dim fort mirë që rinia sot ka kufizime, jo vetëm në edukim dhe në punësim, por në vizionet e qarta për të ardhmen aktuale, shpresndrydhur nga oligarkia dhe tranzicioni i të zgjatur pamfundësisht dhe lodhshëm. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet ngjall besimin e humbur të rinisë ndërmjet programit të saj, bazuar jo më në premtime boshe, por në plane konkrete për të mundësuar të drejtën për arsim, punësim, përfaqësim në vendimarrje. Forca Rinia. Sot ne kemi përgjegjësinë e madhe për të kthyer të rinjve atë dashurinë, dinjitetin, krenarinë kombëtare dhe së bashku ta shikojmë Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet si një diell në lindje. Forca PDU! Programi politik, ekonomik dhe shoqëror i Partisë Drejtësi, Integrim
dhe unitet do të sjellë progres dhe prosperitet për bashkitë e qarkut të Durrësit. Ndaj, vota juaj është mandati i juaj, është zëri juaj në parlamentin e ardhshëm të shqiptarëve. Sot jemi pranë fitores, sepse nuk jemi më të përçarë, nuk jemi më të vetmuar. Sot shkojmë në zgjedhje të pavarur, si një forcë e vetme, si një familje e madhe dhe e bashkuar, ku, duke frymëzuar së bashku me Dibrën, Elbasanin, Tiranën, Fierin, Vlorën, Shkodrën, Korçën e të gjithë Shqipërinë, me 25 qershor do të kurorëzojmë mundin dhe përpjekjen e të gjithë atyre që na mbështesin e na japin votën e tyre. Por rrugëtimi ynë nuk përfundon këtu. Dera dhe zemra jon janë të hapura. Do të rri gjithmonë e hapur. Dhe ne do të jemi zëri më i fuqishëm se kurrë në shërbim të shqiptarëve, komunitetit, mbështetësve dhe miqve tanë. Se kështu e kërkon disiplina, nderi dhe profesionalizmi i partisë sonë, i qëllimit tonë, i kauzës sonë të përbashkët, se kështu e kërkon edhe vullneti i kësaj salle të mrekullueshme. Faleminderit Durrësi. Gjej rastin të bëj një thirrje, t'i lëmë ndasit, të bashkohemi drejt zërit të arsyes, drejt zërit të çështjes së shenjtë kombëtare, të fuqishëm dhe të bindur në të drejtën tonë, përcjellës të denjë të mendimit të shumicës së kombit, për të shkuar drejt një fitoreje spektakolare që Durrësi e meriton. Pse jo, me 2 deputet nga qarku jonë në parlamentin e ardhshëm. Edhe më shumë. Në përfundim, dua të përcjell një falënderim të veçantë për brezin e tretë, për prindrit tanë, gratë, motrat, për vajzat tona, për rinin, për bijtë tanë, për miqtë e shumtë, të cilët këtë ditë jetojnë me emocionin tonë dhe përcjellin tek ne energjinë, frymëzimin, motivimin për të vazhduar me optimizëm drejt suksesit të padiskutueshëm. Votoni Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Votoni numrin 13. Rroft Durrësi, rroft Shqipëria, rroft Çamëria. Ftoj të përshëndes të takim deputetin më energjik dhe i palodhur asnjëherë për të mbështetur njerëzit, zotin Aqif Rakipi. Përshëndetje gjithë.
Përshëndetje Durrësi. Dhe një përshëndetje për kandidatët tonë të gjithë qarkut. Dhe një përshëndetje të veçantë për kryetarin tonë, Zotin Shpëtim Idrisi. Do ta nis të diskutim normal me kryetarin tonë, që e mori këtë parti të vogël, por modeste dhe e ka ngrit kaq lart. Sot që jemi përpara zgjedhjeve, jemi 5 deputet në parlament. Kurse në këto zgjedhje, po prap me kryetarin ton që na udhëheq, do të shkojmë 10 deputet. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet është një parti kombëtare që ka vend për çdo shqiptar dhe kjo i dha frytet e veta. Ta filloj me pjesën e Dibrës. Përmena Dibrën se ne s'kemi asnjë komunitet çam në Dibër, për ne e përmena, se për të përmen këtu është Elbasani, andej ka unë vi që të paktën në Elbasan me datën 25 qershor, kur të numërohen votat, vi me 3 deputet. Tashi, si që thash, krenarin e njifti gjithë vetë, edhe si djalin e juaj, po edhe si biznesmen. Edhe kandidatët e tjerë që i kemi vënë gjithë qarku Durrësit, si që përmena dhe në takimin në Tiranë, apo në Elbasan, të gjithë partitë e tjera i bin kollovar, se kur këtu kene në Durrës, apo në Elbasan, apo të gjithë Shqipërinë, nuk ka njerëz. Durrësi ka plot intelektual, ka plot njerëz që janë me integritet, plot njerëz që janë të mëdhej, si që tha krenari, dhe kështu që ne me krenarin do t'ja dalim se shifet ky entuziazëm këtu në sallë. Si që na hapën dyrët kur erdhën baballarët tonë, qyteti i Durrësit po na mbështet, po na gjihet edhe sot në këtë ditë në mbështetje të krenarit. Kështu që edhe herë nuk po zjatëm shumë, se kanë dhe tjerë për të folë, kështu që fitoria është e sigurt. Ne do jemi gjithë në parlament, do jemi faktor në këtë parlament, si që ishte NSI-a me 4 deputet, ne jemi me 10 deputet. Nuk ne këtu pa përmen, me që vetë jam nga Peqini, ju e dini, baba im është qom, dhe që për kraj kam pasu në Peqin. Që nga i herë dhe njerëzit nuk e dishin që ishe qom, na ajo për kraj që kishen nga gjithë njerëzit. Me gjithate, ne Peqini na vlerësoj, dhe në 2015
me kandidat Sajmira Sallën, që me 13.500 vota e fitoj me 5.500 vota ma shumë se kandidati tjetër i PD-s. Kështu që dy partitë e mëdhaja edhe këtë herë e kanë bo si për herë që mendojnë vetëm për vete dhe paka shumë partitë e vogla i nxorrën jashtë gare. Megjithatë ne nuk kemi parti e vogël, se ne jemi parti e madhe. Si që tha Krenari, me shpëtim Idrizi një njeri të madh, po edhe një njeri të mençëm. Kështu që votoni Krenarin, votoni numrin 13 dhe fitoria do jetë e sigurt. Rrof populli Durrësit, rrof Shqipëria, rrof Çamëria. Ne marrim pjesë në këto zgjedhje me bilance pozitive dhe kemi çuar një hap përpara kauzën tonë, çështjen Çame. Kjo fal punës dhe politikës së palodhur të kryetarit tonë. Ndaj kam kënaqësinë të ftoj zotin Shpëtim Idrizi. Të nderuar qytetar të qarkut të Durrësit, të nderuar qytetar të Durrësit, të Fushkrujës, të Shijakut, të Krujës, e kuptoni miqtë e mi se Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet e ka nisur rrugtimin e saj drejt fitores, nisur nga Elbasani, nga Tirana, nga Dibra, këtu nga Durrësi në këtë sallë, nga Firi, nga Vlora, nga Korça, e kudo ku ka shqiptar që mendojnë si ne, që ne kemi veç një dhe. Në fakt, do doja miqtë e mi për një moment t'ja ndërprisja entuziazmin tuaj. Vete për një moment ama. Sepse më duhet këtu t'i drejtohem një personi shumë të veçantë që më ka bërë përshtypje që kur hyra në këtë sallë. E dua t'i drejtohem kësaj nujes këtu me Mindile. Të lutem, qomë këm nu, edhe shif se sa djemë dhe vajza ka Çamëria dhe amaneti ytë. Që ishte i diskutimi madh për 3 muajsh dhe gjysma e shqiptarëve mund mbeteshin pa votuar. Bëm gjithçka që ta fusim politikën shqiptare pikërisht këto zgjedhje. Sepse këto zgjedhje nuk janë për partitë politike, po në radhë parë janë e drejtë e qytetarëve të Shqipërisë që të zgjedhin dhe unë ftoj të gjithëve të zgjidhin partinë e cila mendon që ne kemi veç një dhe, e unë juftoj që të votoni Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Votoni numrin 13, sepse ne kemi një listë të shkëlqyer kandidatësh për deputet në qytetin e Durrësit. Dua ta nis emrat e listës tonë me mikun tim, me vllajin tim, Krenar Laskun. Jam shumë optimist dhe entuziasmi juaj këtë sallë e tregon këtë gjë. Jam shumë optimist që Krenari do mbashkohet mua, Aqifit e shumë të tjerëve pikërisht për t'i dhënë zë qytetit të Durrësit hallave dhe problemeve të saj. E dua këtu për një moment të ndaloj në kujtimet e mia me Krenarin. Ju e njihni ato si qytetar shëmbullor, e njihni dhe si një biznesmen shëmbullor. Po unë dua t'ju them që Krenari është edhe një shqiptar patriot, sepse
krahas punës dhe të biznesit. Unë jam emocionuar kur më ka treguar një fletore ku ai bënte vjersha pikërisht për Çamrin. E ky ishte momenti që unë jam i adresuar Krenar Laskut. Dhe e kam thënë, Krenar, e njëta gjë i jam drejtuar miku tim, vllai tim Aqif Rakipi. Ne gjithë kishim bërë një rrugtim në jetën tonë. Ne gjithë e kishim dalë për Zot, familjeve tona, shoqërisë tonë, fisit tonë. Po unë e dija që me këto djemë të suksesshëm, ne pa dyshim do t'i ngrenim këmbë djemë dhe vajzat e Çamrisë e për ta quar çështjen Çame në malin e mitit të Sizifit. Dhe unë jam i bindur që ne në këtë mal do t'a kthejmë në drejtësi për çështjen Çame. Kur bëm gjithçka që ta fusim politikën shqiptare në zgjedhje, ne ishim bindur që do donim të garonim pikërisht të vetëm këtë zgjedhje, të garonim në korsin e çdo patrioti, të garonim në korsin e atyre që mendojnë si ne, që ne kemi veshja dhe, sepse ne nuk mund të kemi veshja dhe që t'ja ulem të marrëve, t'ja ulem atyre që e vjedhin për ditë, t'ja ulem atyre që duan ta braktisin, sepse kanë një pashaport të dytë në xhepat e tyre. Jo, Shqipëria është e atyre që mendojnë që kanë veshja dhe ju në këtë sallë, ajo që ka kemi parë për ditë, mbështetja juaj na ka treguar që kemi bërë shumë mirë që garojmë të vetëm, sepse ne nuk jemi të vetëm, miqtë e mirë. Ne jemi bashkë me gjithë ata shqiptarë që mendojnë si ne, që dignitetin kombëtar, identitetin e çdo shqiptari e kanë shenjtë. Dhe kjo është korsia e çdo patrioti dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Do t'jetë një parti me grup parlamentar e që do t'i bashkohet, do t'i japi frymën, do t'i japi fytyrën e vet, do bëj presion për ta bërë çdo qeveri shumë të ndjeshme ka shqiptarëve, po edhe shumë më patriotike. Prandaj, miqtë e mi, unë uftoj që të votoni Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. E kum shumë se sa në qytetin e Durrësit. Një qytet i qetë, një qytet qytetar, një qytet që ka qenë gjithmonë larg dasive. Ne, komuniteti shqiptarëve të Çamrisë, gjetëm portat e hapura. E unë jam i bindur që Krenari, i cili nesër do t'jetë deputet, do t'jetë jo vetëm deputet i PD-us, po në radhë parë si qytetar shëmbullor, do t'jetë deputeti i dursakëve për gjithë hallet e problemet e tyre. Por ne kemi një listë shkëlqyer. Unë do doja këtu para jush të prezantoja ekipin tonë shkëlqyer, me Altin Hoxhën, me profesoreshën e nderuar Edlira Abdurrahmanin, me Olta Nexhipin, me Arben Xhemalin, Altin Sulejmanin, Viola Ibrahimin, Sonila Çupën, Ergjys Mustafën, Vilma Hoxhën, Eda Mirin, Sali Bajon, Riza Alushin, Eri Damanen dhe shumë ju të tjerë, të cilët do t'jeni krenar që me votën tuaj do qoni pikërisht qytetar të ndershëm të Durrësit, por dhe patriot që e duan këtë vend, e mendojnë si ne që ne kemi veçja dhe. Në fakt, miqtë e mirë, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka qenë një parti e cila ka qenë gjithmonë jashtë konfliktit, jashtë dasive, jashtë kudo që i shesh shqiptarët në dasi, por që e shohin dhe kundërshtarin politik në bardhëzi. Prandaj unë nuk bëj thirrje që të votoni numrin 13. Dikush ka ju apo nga ne u mërzit këtë numër, po unë dua t'ju them që 13 vjet më parë e ka nisë rrugtimin e vet Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Shoqata Çamria e ja ku jemi sot, bashkë me burra e gra që na janë bashkuar nga Dibra, nga Tropoja, nga Kuksi, nga Shkodra, nga Korça e deri në Konisol, ku frymon frym e çdo shqiptari.
e t'jeni qetë mitë e mi, se Zoti e ka krijuar botën, i ka krijuar numrat, vetëm për të mirën e njerëzimit. E prandaj ne jemi partia atyre që besojnë Zot, besojnë në pronë, besojnë familje. Dhe e dim shumë mirë që fati jonë ndodhet në duart tona, në ato që ne kemi bërë në gjithë të vite, në betejë tona, të pakrahasueshme me kërkën në Parlament të Shqipërisë dhe kudo, sepse ne jemi parti e kauzave, e jo atyre që kur vin pushtet, bëjnë vetëm pauza e shohin interesin e tyre. Të nderuar qytetarë turqë, unë e di shumë mirë që sot me 10 qytetarë, me 10 mijëra qytetarë Shqipërisë janë shkënjyer, po e praktisin këtë vend dhe pa dyshim që duan ndryshim dhe shpresë. Unë e shoh shumë mirë, më vjen keq për këtë, që politika e atyre që na kanë mbajtur për 27 vjet mendojnë që këtë ta kalojnë me një politikë populiste. Ne e shohim që shqiptarët po ikin për ditë dhe ky vend po shpopullohet. Këtë s'mund ta zgjidhim dot me politika anti-azilante apo me bllokim kufish. Ata që mendojnë kështu, po e them që nuk kanë kuptuar asgjë. Politika duhet ta nisë korrigjimin nga vetja. Ne kemi detyrim bëjmë reforma, po s'pari politika të shohi deformimin e saj e pastaj të ketë mundësi që të bëjë reforma për shqiptarët. Nëse ne nuk po shohim që reforma si nevojë shoqërore për ndryshim të jenë mbështetur mbi programe, po shohim në një populizëm të pastër si në çdo fushat, në një populizëm që po luan dhe sot e kësaj dite me emocionet e njerëzve, mbështetur mbi dasit, e duke parë kundërshtarin bardhë dhe zi. Hajdeni në Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Bëhemi bashkë për ata që mendojnë që kemi veshnja dhe e larg dasive, sepse ne jemi shqiptarë që e meritojnë që të kemi një shpresë dhe një vend më të mirë në një vend begat ku e ka vënë Zoti. Kjo bëhet, miqtë e mi, bëhet këmbë si konflikt që mos t'japin llogari ata që në kanë dhënë për 27 vjet, për programe, për interesat e qytetarëve, për politika ekonomike, për politika fiskale, apo për 10 që janë këtu e nuk e gjën veten në tregun e dijes e në tregun e punës. Dhe përdorin pa dyshim në vend të zgjidhjes stigmatizimin, goditjen e lojrat pafund. Por politika duhet të jetë e përgjegjshme. Ne ka nevojë që t'i flasim shqiptarëve me një gjuhë që ata të dëshmojnë që po na dëgjojnë, sepse në fakt nuk po na dëgjojnë, sepse ne po flasim jashtë ndjeshmërisë dhe interesit qytetar. Unë nuk mendoj që këtu po jap një gjykim bardhëzi, pozitiv apo negativ, sepse ky nuk është kumti jon, por e kam një mesazh. Po them që ka diçka që nuk po ngjit politikën shqiptare në mënyrën se si ne po i drejtohemi atyre. Shqiptarët po ikin e kjo duhet të ndryshojë. E nëse ky ndryshim kërkon ndryshime të dhimbshme, emra, shtyra, stilesh, përmbajtje dhe fryme, hajdeni ta bëjmë bashkë qytetarët të Durrësit, ta bëjmë me partinë që ka veshnja dhe e që ka vatanin nga Preveza në mollën e Kuqe. Miqtë e mi, kjo sallë është shumë entuziaste për të dëgjuar programe, por t'jeni të bindur, miqtë e mi, ndjeshmëria juaj, entuziazmi juaj, mbështetja që ju po na jepni, është një obligim shumë i madh për gjithë ne në Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. E unë ju jam shumë mirënjohës për mbështetjen që keni dhënë për kauzën e shqiptarëve të Çamërisë. E nisëm si një padrejtësi personale, familjare, komunitare, po sot e bëm çështjen Çame një çështje kombëtare të gjithë shqiptarëve dhe e bëm Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet një portë të hapur për gjithë shqiptarët, për gjithë ata që mendojnë si ne, që ne kemi veshnja dhe
E për ta mbyllur miqtë e mirë. Për ta mbyllur miqtë e mirë. Do doja që t'ju drejtohesha me një urim të veçantë. Do doja që t'ju drejtohesha me urim të veçantë të gjithë besimtarëve musliman, gëzuar muajin e shenjtë Ramazanit. Për gjithë atyre që agjërojnë, një agjërim të mbarë e të pranuar, e jam i bindur që ky muaj i shenjtë do t'i bëj më të mirë gjithë shqiptarët, do t'i bëj bashkë në paqe e në harmoni. Ju faleminderit. Votoni Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Të bijave tuaj që mendojnë që ne kemi vesh një atlet. Votoni numrin 13, votoni Krenar Laskun që t'i bashkohet kolarën së burrave e grave që do t'i dalin zot, jo vetëm çështje çame, po të gjithë shqiptarëve, që t'i bashkohet deputetëve tanë, Aqif Rakimin, mua e gjithë atyre tjerëve që do t'i mbani mend gjatë në Parlamentin e Shqipërisë. Rodh Durrësi, rodh Çamria, rodh Shqipëria e bashkuar. Dhe jo vetëm, për të edukuar brezin e ri dhe të ardhmen e Dursakëve. Fjalën e ka kandidatja për deputete e PDU-s, zonja Elvira Abdurrahmani. Nderuar kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Shpëtim Idrisi. Të nderuar përfaqësues të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, të qarku Durrës, të nderuar deputet dhe kandidat për deputet, të nderuar intelektual, qytetar të rrethit të Durrësit dhe fort të nderuar pjesëtar të komunitetit Çam, të dashur prindër, miq e dashamirës të forcës sonë politike, të gjithë ju të pranishëm sot në sallë. Dal sot përpara jush, e përullur dhe e privilegjuar. Ndjehem e privilegjuar, sepse njerëzit më të nderuar të PD-jus, dhe këtu i kam fjalën për zotin Shpëtim Idrisi dhe kryesinë e kësaj partie, si dhe për zotin Krenar Lasko dhe kryesinë e qarku Durrës, të cilët më ngarkuan me një mision të vështirë, duke më besuar amanetin e të parëve të tyre, edhe pse nuk jam çame, dhe për këtë më duhet i falenderoj sot publikisht dhe sinqerisht. Prandaj sot ndjehem e përullur përpara komunitetit Çam, e përullur përpara vuajtjeve të tyre që kur nuk i lanë pas përpjekjeve për të mbijetuar. Por sot më lejoni t'ju tregoj një sekret. Unë gjithmonë kam qenë pjesë e asaj drame të tmerrshme që në fëmirin time e rritur midis shqiptarësh të Çamërisë. Prandaj sot dal përpara jush më shumë se kurrë me një përgjegjësi të madhe dhe publikisht ju premtoj se gjithmonë do të bëj të pamundurën, përsa do të m'jepet mundësia dhe përsa Zoti do të na dojë të na i hap rrugët dhe që juve t'ju vihet në vend, t'ju rikthehet e drejta dhe dinjiteti. Ne duam falje prej shtetit grek, por pa hequr dorë nga asnjë pëllëm toke, sepse ato nuk janë vetëm trojet e vëllezërve dhe të motrave çame, por sepse ato janë troje shqiptare, dhe s'ka asnjë arsye njerëzore që ato të lihen në arrest, dhe ai dini çfarë,
me troje tona, me gjakun ton, nuk do të tolerohet kur, dhe me lejen e Zotit të Madh, troje tona do të merren. Në politik, PDU është parti vizionare, sepse politik për të do të thotë ardhmja e vendit. Shumë herë partitë e mëdha kanë dalë në përfundime që PDU i kishte dhënë kohë më parë. Kjo parti sot po mbron fort dhe me shumë guxim. Një tjetër kauzë të fuqishme, atë të bashkimit kombëtar. Përveç rëndësisë së bashkimit të zemrave të çdo shqiptari, ajo e sheh atë si çelësin e vetëm të suksesit për zhvillimin ekonomik të vendit dhe jo vetëm, por si çelësin e vetëm të suksesit për ta bërë vendin një ndër vendet më të zhvilluara në rajon. Dhe kësaj radhe s'do të thonë dot e bëm ne, sepse s'mund të mohojnë dot më sloganin ton të famshëm dhe kuptim plot, ne kemi veç një dhe. Ne kemi veç një dhe, ku do të mësojnë fëmijët tanë, ku do të shërojmë fëmijët tanë, ku do të jetojmë. PDU nuk është partia e shqiptarëve të Çamërisë, por ajo është familja e tyre. Ajo vërtet është forcë politike, por mos harroni se ajo është ngjizur bashkë me vuajtjen. Prandaj të nderuar, për mua nuk ka rëndësi se kush fiton, i pari apo i dyti, sepse në atë listë unë, ju, të gjithë ne e kemi emrin në vendin e parë. E rëndësishme është që në gjithë këtë betejë të fitoj vota e ndershme e çdo shqiptari. Shumë vetina bëjnë neve ndryshe prej partive në pushtet dhe nuk më pëlqen as ti quaj të mëdha, as ti quaj të vjetra, as konkurruese, sepse ato kanë qenë gjithmonë të trija një lloj, gjithmonë dy parti në pushtet dhe një tjetër pushtet brenda pushtetit. PDU-ja nuk e solli epideminë e krimit, epideminë e madhe të korrupsionit, epideminë e varfërisë, ka fshat që s'ka përdijet ashtor vlla mjerimi, dhe ja ku jemi, mjerim shpirtëror, mjerim ekonomik, mjerim politik, e çfarë doni më tjetër? Ato e quan vendin në pikën më të fundit të skajit. Arsimi është katranosur si mos më keq, mosimdhënia ka rënë dekadat e fundit, shkalla e paftësisë sa vjen dhe rritet, shëndetësia nuk ekziston më, media shitet, demokracia ka humbur vlerat. Mirë ne, të gjitha institucionet e kanë humbur autoritetin e tyre. Ne bëjmë ndryshimin, sepse vota tona nuk janë vota pushteti, nuk janë vota pozicionesh, vota parash, sepse për ne është shumë herë më e vlefshme vota e ndershme e çdo shqiptari. Ne nuk e afrojmë rinin duke i blerë votën për një patent të bllokuar, as për një provim të mbetur e as për legalizime. Pasojat ju i mendoni vetë. Ne i kemi dyert e hapura për çdo të ri që don të fitojë çdo gjë me forcat e veta, sepse PDU është partia e meritokracisë. Dhe t'jeni të bindur për këtë, sepse ndryshe s'do t'isha këtu. PDU premton vende pune, por për atë që e meriton. PDU premton edhe para, por për atë që punon. E të gjitha këto në kundërshtim me forcat politike në pushtet. Por, pasi të dëgjojnë të gjitha këto, me njëherë kundërshtarët e friksuar politik do të thonë kujdes, sepse nesër mund të bëni dhe koalicion, dhe unë e kam një përgjigje për këtë. Një familje e mirë dhe ndershme, komshiu nuk e zgjedh, por i bie për pjesë. Dhe si një familje e mirë, ti mund të bësh më të mirën tënde duke edukuar edhe komshiun e keq. PDU i ka shembull kandidatët e saj. Dhe ja ku i keni zotin Krenar Lasko, një biznesmen i ndershëm, një patriot i mirë, nga një familje e nderuar, që çdo gjë e ka fituar me djersën e ballit. Sa për kandidimin tim,
mund të them kam vite që jam në një sfidë të hapur me veten, me padrejtësit, me korrupsionin, në institucione të ndryshme, në spitale, kopshte e shkolla, e deri tani ja kam dalë me sukses, dhe shpresoj të kem qenë një shembull i mirë për të gjithë ato që më njohin, dhe kandidimi im sot këtu dua të jetë vula e kësaj sfide. PDU di se që është e mira, sepse PDU është partia e besimit në Zot, është simboli i harmonisë fetare, ajo është partia e vlerave, dhe në këto ditë të shenjta të shumicës agjëruesve të saj, ajo me besimin në Zot do të shkojë drejt fitores. PDU nuk është partie bandave, me PDU nuk fitoni forti, i pasuri i pushtetshmi, por me PDU fitoni ju. Ftoj në PDU të gjithë shqiptarët pa përjashtim, e mbi të gjitha, të gjithë intelektualët e ndershëm. I ftoj ato të marrin në dorë fatet e këtij populli, pasi s'duhet të presim që fatet tona t'i zgjidhin të huajt. Ejani t'ja ndryshojmë faqen atë dheut dhe politikës së vjetër, ta shërojmë atë dheun ton nga çdo epidemi, me qëllim që ju o shqiptarë të larguar dhe ju brenda vendit të gjeni ngrohtësi në familjen e madhe të quajtur atë dhe, sepse ne kemi veç një të tillë. Atëherë, le ta shpërndajmë sloganin ton të bukur në familje tona, le të buqason të Durrësi, me sloganin ton të famshëm, të gjithë bashk, ne kemi veç një dhe. E le të shkoj britma më fort, në Shijak e në Fushkruj, ne kemi veç një dhe. Le ta dëgjojnë atë, trevat e gjithë Shqipërisë, ne kemi veç një dhe. Bashk drejt fitores pra, për atë dheun ton të përbashkët, Zoti na ndihmoft në këtë garë të ndershme, votoni numrin 13, votoni PDU-n, votoni për vete. Faleminderit. Mbrojtja e kauzave dhe ligjit janë prioriteti ynë. Fjalën e ka kandidati për deputet i PDU-s, Zoti Altin Hoxha. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Durrësi, përshëndetje Kruja dhe Fushkruja, përshëndetje dhe Shijaku, i nderuar kryetari i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Imunitet, të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuar simpatizantë të PDU-s, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj. Kur shoh këtë angazhim tuaj, më ngrohet zemra dhe jam besim